Sepse miqtë e mi, Bashkimi Evropian vjen si një bekim për gjithë ata që janë të përgatitur, po vjen edhe si një mallkim për ata që nuk janë gati. Kërkesa për standardet e sigurisë, kërkesa për cilësinë, jo thjesht bëhet e pranishme në çdo hap, por shoqërohet me instrumenta kontrolli shumë të rreptë, që faktikisht të nxjerrin nga tregu. Mirë po, janë 4 vjet. Dhe 4 vjet janë të mjaftueshme për të përgatitur për atë ditë, që ajo ditë t'ju gjej gati. T'ju gjej gati për të hedhur hapa të tjerë përpara. Jo për të përballur me një furtunë që t'ju rrëzoj për tokë, pasi nuk i përgjigjeni me standardet e duhura të cilësisë. Kështu që do ju ftoja të gjithëve që t'jeni akoma më aktiv në kërkimin e më shumë mbështetje financiare. Sepse përsëris instrumentat janë. Është buxheti i shtetit, është Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, është linja e re e financimit e Bankës së Shqipërisë, është agrokrediti, do të shtohet edhe Banka Shqiptare e Zhvillimit. Mirë po, përsëri ndodhemi dhe nuk duhet të ndodhemi ende për një kohë gjatë në atë situatën që nuk është më problemi tek paraja, është problemi tek projektet. Nuk është më problemi tek aftësia mbuluese me fonde e projekteve, por është problemi tek mungesa e projekteve. Nuk është më problemi tek vullneti dhe tek fuqia e qeverisë për të mbështetur rritjen e sipërmarrjes bujqësi, po është problemi tek mungesa e një sipërmarrje aktive në kërkim të fondeve me projektet e duhura dhe me formulat e duhura. Dhe këto gjëra ju nuk keni as pse i shpikni, as si i shpikni. Ju nuk keni as arsye që të mendoni se duhet i bëni vetë. Këto gjëra bëhen me aleancat e duhura. Dhe për këtë arsye është këtu rektori i Universitetit Bujqësor. Për këtë arsye jemi këtu edhe ne bashku me Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për t'ju dhënë të gjithë asistencën e nevojshme që të ecim shumë më shpejt përpara. Dhe bashkarisht qeveria, Ministria e Bujqësisë dhe ju duhet i vendosim bashkit në një presion pozitiv. Ju nga poshtë, ne nga lartë, për t'i shtyrë që të marrin në dorë të gjithë përgjegjësinë që ju takon për sa i përket zhvillimit të fshatit, për sa i përket mbështetjes së fermës, për sa i përket mbështetjes fermerëve. Kryetarët e bashkive pas reformës administrative territoriale janë kujdestar të larguar dhe të barazvlefshëm qoftë të qytetit, qoftë të fshatit. Por ende sot, në shumicën e rasteve, ata fshatin e shohin vetëm për të bërë punët komunale të qytetit. Një rrugë më shumë, një kanal më shumë, ndriçim më shumë, pastrim më shumë, ndërkohë që të gjitha këto janë shumë të rëndësishme, po më e rëndësishmja tek fshati është toka që prodhon dhe janë ata që janë te toka. Dhe bashkia duhet jetë aty te toka me ata që punojnë tokën dhe me ata që ka nevojë për mbështetje që të nxjerrin më shumë prej tokës për veten e tyre, për familjen e tyre dhe për ekonominë kombëtare. Edhe ky nuk është fjalim propagandistik. Kjo është një fjalë për ju që lidhet me atë që ne si qeveri e kemi bërë gati për fshatin dhe për ju. Dhe kemi ikur nga faza e mbijetesës. Kemi ikur nga koha kur të gjithë turreshin në për rrugë për të shitur prodhimin e tyre me çanta e për ta shitur në tezga të ndërtuara buz rrugëve kombëtare. Dhe nuk ka qenë në shekullin kaluar.
ka qenë kur ne morëm detyrën. Kemi ikur nga koha kur pikat e grumbullimit numëroheshin me gishtat e dorës. Kemi ikur nga koha kur bujësia funksiononte me lëmosha elektorale. Dhe kemi ikur nga koha kur ata që punonin heroikisht dhe që prodhonin dhe që ndërtonin duke investuar pikën e fundit djersës ishin komplet braktisur. Sot jemi në një kohë tjetër. Por ama në ndërkohë që ne kemi ecur, ajo bota atje ku ne duam të bëhemi pjesë ka fluturuar. Prandaj duhet të vëmë krah dhe të fluturojmë, duke qenë shumë më ambicios, duke kërkuar shumë më tepër.